Ka qenë shqetësuese një element në krejt këtë storje që herë të parë tash ju them juve. Dhe më duhet ta them edhe publikisht që me sonte kam vendosur që mbylli tregimin për këtë rast, do të thotë për opinion dhe për media. Shqetësuese ka qenë që un kam kuptuar që këta kanë kalu 5 net në Gjakov, kanë fjetë, kanë qenë në qytet, jo shumë larg shtëpisë time, të dytë, është në dëshminë e këtij djali që është dorëzu, me thonë ndoshta 20-30 metra prej vendit ku unë banoj, prindrit e mi, edhe ku janë fëmijët e mi. Apo në shtëpi të private? Po, jo shtëpi private, jo, në vendet publike, do më thonë lokalet publike, janë silë edhe në rrëthinë edhe në qytetin e Gjakovës, dhe atë, kur e kam pa atë informat, mbi deklaratën, kjo ka qenë momenti parë tek prokurori special ku unë e kom ndi një moment shqetësimit. Deri atëherë, të drejtën e kom marrë si një formë si shakas përgjithshme që dikush e bën një shaka e hidhur që dikush ta thotë, thuti mend vërtet ka njerëz të marrë. Po se policia i morën seriozisht mani gjitha ato. Këtu e ke pa që aty në fakt kur e kam lexuar ato unë kam pas një dridhën vetëm për faktin se e kam paramendu, ka pas edhe informata tjera shumë shqetësuese në raport me armë, në raport me pazarin e të tjera, domethënë në raportime të cilat janë bë. E mbi të gjitha që diskutimi për vrasjen është bën qendër Gjakovës, domethënë është bën në një prej lokaleve të qytetit, në qendër qytetit.